doja të shkoja tek rrënjët. Arsyeja kryesore sepse unë kam ndjer ritmin, zhvillimin, maturimin që ka Tirana dhe e shoh se të njëjtën gjë nuk e ka vendi zemrës time 25 minuta larg kryeqytetit. Domethënë Sara Mila është ura që lidh Tiranën edhe Elbasanin. Çfarë do të thotë ai portreti i t-shirtit tënd, bluza e fushatës elektorale kjo? Është një grua e fortë e cila në fakt duhet të jetë sot në politik. Nuk mendon ti që për shumë gjëra ne shqiptarët kemi arra po s'kemi dhëmb që ti ham arrat? Është e vërtet. Neve na mungon dikush që të rritë koka edhe të thotë je duke e bërë mirë, vazhdo kështu dhe mos dëgjo anash. Kundërshtarët e tu politik që në këto hapa të parë s'të kanë kushtyer. Edhe të kanë parë që ke qenë në titujt e portaleve edhe shumë herë në kronikat e lajmeve. Nuk jam e mërzitur, Alketa. Ndonse kam pasur këto shkopint në rrota, unë nuk e kam humbur fokusin në asnjë moment, sepse unë e di ku do arri dhe rruga ime është vetëm drejt. Edhe pse të kanë faktorizuar dhe kanë thënë që ti je e sponsorizuar dhe ke lidhje të forta me krimin e organizuar në këtë qytet, thashë themet e një kryetari partie të cilin është moshën e gjyshit tim ndjer, e për cilin unë kam vendosur jo sot, po edhe nesër nëse jam parlament, mos flas më shumë se sa vetëm faktin që nëse ndonjëherë të dy do jemi në një autobus, unë do të çohem dhe do t'ja liroj vendin. Dhe mos haro që kur të fitosh, nëse ky do të jetë skenari pozitiv, të më bësh një telefon ose një mesazhe të më thuash ja dola. E sigurt që do ta marrësh vesh se unë bëj shumë zhurmë. Deal done. Sara Mila, kandidate për listat e hapura të Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, një emër i ri, 29 vjeç, politika e re e të majdve. Mirë se ke ardhur në Inspire. Mirë se gjeta, Alketa, është shumë kënaqësi. Vetëm pak ditë përpara datës së zgjedhjeve, nuk e di se si ka shkuar kjo fushat për ty, kur vjen në nivelin e popullit të takohesh derë më derë me elektoratin tënd. Çfarë ndjesie ke pasur? Mund ta dallosh nga zëri që kam folur shumë, unë jam një vajzë e fjalëve, e di që ata presin vepra në fakt nga unë, po unë tashmë mund t'i jap veç të fjalën, dhe pastaj veprat i bie që t'ja jap mbas 11 majit. Kam një entuziazëm të jashtëzakonshëm, mendoj se jam aty ku përkas. Kjo është gjithçka ndjej në gjithë rrugtim. Shiko, ti e ke ndërtuar në fakt jetën tënde në Tiranë, por po kandidon në Elbasan. Pse kjo zgjedhje, pse qarku i Elbasanit, pse Partia Socialiste dhe si u futët në politik, si u gjendën politik? E kam pritur gjithmonë, sidomos pyetjen pse në Elbasan, kur në fakt jetën e ke ngritur në kryeqytet. Kam lindur atje, kam lëvizur e vogël, familja ime rrogi drejt Tiranës për gjetur një mundësi më të mirë, një ofertë më të mirë bruto ekonomike, ndërkohë që zemrën e lam pas atje bashkë me familjarët tanë. Unë kujtimet më të bukura i kam në Elbasan. E mendoj vërtet që njeriu ka një lidhje jashtëzakonisht fortë me vendlindjen dhe të brumos karakterin, atë që ti je dhe atë që ti do të bëhesh. Ka qenë shumë emocionale se zgjedhja. Doja të shkoja tek rrënjët. Arsyeja kryesore sepse unë kam ndjer ritmin, zhvillimin, maturimin që ka Tirana dhe e shoh se të njëjtën gjë nuk e ka vendi zemrës time 25 minuta larg kryeqytetit. Mirë po, e di që ka kulturën, e di që ka traditën, e di që ka atë mentalitetin e një heshtje që flet shumë dhe dua që të jem një urë lidhse midis kryeqytetit dhe Elbasanit për të qenë një zë më shumë për ta çuar Tiranën Elbasan. Edhe Elbasanin Tiranë. Do të thënë Sara Mila është ura që lidh Tiranën edhe Elbasanin. Po, nëpërmjet patjetër politikës, kam dashur që e vogël që të hyj politikës. E di që duket e çuditshme, është bërë dhe shumë e famshme tani kjo dëshira ime që në moshën 6 vjeçare për të bërë kryeministre, as politikane jo, direkt duke guxuar lart. Këtë ke artikuluar kur ishe e vogël, ë? Më ka pyetur mësuesja e fillores, e kam edhe dëshmitare që çfarë do të bësh kur të rritesh. Qëndrova ca sekonda dhe thjesht i thash kryeministra. Ishte pak e çuditshme, një përgjigje atipike për një vajzë dhe për një fëmijë, madje nuk e kam kuptuar mirë as unë vet kur e kam artikuluar, mirë po diçka e kam ditur se doja të kontribuoja, se unë që e vogël e kam ndier që e kam një zë. Kam një lloj guximi dhe një lloj maturimi që më bën të rebelohem ndaj asaj që shoh se nuk është e drejtë. Dhe mendoj se politika ta jep mundësinë që ti këtë gjë që të vjen natyralisht në karakterin tënd, të shkosh dhe ta kthesh pastaj në profesionin tënd. Dhe ndaj e kam nxjerr gjithmonë veten rehat në politik, por e mora guximin tani.
Të shoh teksa flet Sara dhe jam kurioze të di çfarë do të thot ai portreti i t-shirtit tënd, bluza e fushatës elektorale kjo. Shoh një grua me muskuj, me flamurin shqiptar, kuqezi, edhe me atë shallin tipik të gruas të një epoke tjetër, megjithëse ky është dhe shumë trending tani ky stil. Është dhe trendi i këtij sezoni. Çfarë nuk kupton ajo zgjedhja aty? Sipas inteligjencës artificiale, kjo është Teuta. Këtu janë hyje të Bashkimit Evropian, është një vajzë, është një grua e fortë, e cila në fakt duhet jetë sot në politik, duhet ta ketë një vend në parlament. Unë jam shumë e njohur për gjithë ato gra që janë tashmë pjesë e politikës, kanë shtruar një rrugë shumë të mirë. Mirëpo një përfaqësim tashmë dhe për vajza të reja, jo vetëm gra, dhe së bashku të bëhemi një zë shumë i fortë dhe një katalizator shumë i mirë për ta çuar Shqipërinë aty ku meriton. Unë besoj Alketa ëndrrën e Shqipërisë Europiane. Nuk është thjesht diçka që thuhet për fushat apo një program politik i një partie të caktuar, sepse nuk dua më që kjo historia që ne bëjmë për Shqipërinë e ta bëjmë të ndarë politikisht e të ndarë me parti. Unë e dua vendin tim dhe unë dua që ne të shkojmë në Europë dhe për aq kohë sa kam mundësi të bëj timen në këtë proces, unë do ta bëj patjetër. Si e gjendur ti në politik? Ishte në dukje shumë e thjeshtë. Unë e kisha lënë më njanë këtë pasionin dhe dëshirën time për të futur në politik, sepse duke qenë se kaluan ato vitet ku mund të përfshihesha në forumet rinore të partisë, mendova, e gjitha ishte thjesht në imagjinatën time, futet tani këtë ëndrrën në sirtar edhe bëj diçka tjetër. Isha aktivizuar në fakt. Unë kam profesionin tim në administratën publike dhe nuk po e mendoja më politikën. Diku flinte kjo ëndër, mirë po mendoja se e kisha kyçur. Me anë të portalit të deputetit që duam, mori zgjua një thirrje e brendshme. Funksionoi deputeti që duam. Ka tërhequr me të vërtet shumë njerëz interesant kjo platformë dhe ka prodhuar në fakt persona të interesuar për të futur politikës me platforma dhe ide, vizione që i kanë diferencuar ndjeshëm nga shumë të tjerë që kanë patur përvojë. Duhet gjithmonë gjak i ri, new blood, si në biznes, ashtu edhe në politikë. Patjetër. Nuk dua të gënjej, isha shumë skeptike në fillim. Kjo ndoshta sepse unë nuk vi nga radhët e partisë dhe nuk di shumë mirë se si funksionon partia në vetvete. Nuk e kam kategorizuar ndonjëherë veten si një vajzë militante të një partie, pavarësisht se kam qenë gjithnjë simpatizante e Partisë Socialiste. Dhe duke mos qenë kaq e lidhur, nuk dija vërtet se si funksiononte dhe i gjithë presioni që shoqëria të bën për mos të besuar shumë këtyre platformave, diçka kishte ndikuar edhe tek unë. Mirë po thash po e provoj, o sot o kurr, unë nuk kam gjë për të humbur dhe ashtu ndodhi. Mbaj mend që patëm një mbledhje të gjithë si aplikant dhe kryeministri tha do kalojnë garën ata që do spikasin. Dhe përmendi fjalën spikatja. Një fjalë në fakt që mua më ka shoqëruar në jetë. Si vajzë kam qenë spikatur. Gjithmonë kam pasur një zë dhe gjithmonë kam pasur njerëz rreth vetes që e kanë shoqëruar këtë bindjen dhe zërin tim. Dhe kjo thirrje e brendshme për të spikatur, thash ky është momenti im. Bëra një fushat më së shumti online, sepse ashtu edhe e tillë ishte për momentin, ne nuk kishim mend të ndarë me qarqe apo nuk kishim një organizim siç e kemi sot që jemi në fushatën e vërtet. Dhe ndodhi, në 700 aplikant, unë isha një nga personat e spikatur, janë rreth 35 kandidatë të tjerë, të cilët disa në listat e mbyllura dhe disa në listat e hapura, por që kanë një shans për të qenë në parlamentin e ri. Dhe mendoj se ka qenë formulë shumë e suksesshme, një projekt shumë i suksesshëm, por nga ana tjetër mendoj se dhe fati ishte pak me mua në këtë proces, sepse pikërisht kjo nevojë për një gjenerat tjetër dhe për të rinj politik, si këtë vit nuk mendoj se do të ishte në ndonjë vit tjetër. Me çfarë mendon që ke spikatur dhe të roqe vëmendjen e komitetit që vendosi dhe vlerësoi kandidaturën tënde si potenciale për këtë raund elektoral? Mendoj që fjala është një nga armët e mia të forta. Unë e di që e kam fuqinë ta luaj edhe ta komunikoj fjalën drejt edhe qartë. Por nga ana tjetër edhe ajo që mua nuk më mungon, as guximi për të debatuar, as guximi për ta mbrojtur timen deri në fund. Çfarë zgjodhe në videon prezantuese tek deputeti që duam? Jam kurioze të di. Bëra një prezantim shumë të thjeshtë të vetes, në fakt asgjë shumë fantastike. U mendova dhe thash ndonjëherë kur përpiqemi shumë për të bërë diçka speciale, ajo veç speciale nuk del, po del sikur është shumë e stisur. Kështu i bëra një gjë të thjeshtë, të pastër, prezantova veten time. Më pas pata mundësi që të isha në disa nga studio televizive, ku mendoj se kam pasur një performancë të mirë dhe është vënë re nga gjithë bordi i platformës që Sara ka një potencial për të qenë edhe në listat e përfaqësuesve.
Paralel me deputetin që duam, ju mund vazhdoni të bëni garën tuaj duke treguar se sa të fuqishëm jeni për ballafaqime të tjera në studio të tjera mediatike, ëh? Patjetër, kryesisht me të rinj, me të rinj nga opozita, me të rinj nga forcat e reja politike, dhe mendoj që aty ka ndodhur edhe kontakti i parë ku bordi e ka parë të arsyeshme që unë tisha një nga kandidatët që kishin spikatur. Si u lajmërove? Në fakt ka qenë shumë e veçantë, ne kemi kaluar 3 prova. Prova e parë ka qenë praktikisht profili jon, ajo që ne kemi si bagazh dhe eksperiencat e mëparshme. Prova e dytë ka qenë prova e imazhit publik, të cilin unë e dija që hynte tek avantazhet e mia, dhe ka qenë dhe prova e terrenit. Unë njoftova nga drejtuesi politik, sepse që atëherë unë e kisha bërë zgjedhjen time që nëse do të përfshihesha në lista, do të përfshihesha në qarkun e Elbasanit, dhe drejtuesi politik më thirri, më dha një test në terren. Aso kohë ka qenë janar dhe ishim në këtë vrrullin e të gjithë thirrjeve që bënin për diasporën në mënyrë të tillë që ato të regjistroheshin dhe të kishin një zë në këto zgjedhje, një moment vërtet historik. Dhe ma tha shumë qartë dhe pastër, Sara, më trego kush je ti në terren. Unë e di që ti je një figurë publike shumë e mirë, bagazhin e ke të mirë sepse ne e kemi parë dhe e kemi gjykuar të tillë, mirë për mua më duhet të di se çfarë bën Sara në terren. Me një grup të rinj, me miqtë e mi më të mirë, e kam mbredhur Athinën në këmbë në të gjitha qoshet e saj për të takuar shqiptar kryesisht me origjinë nga Elbasani, duke shkuar atje, duke i treguar për vlerën e votës dhe për vlerën që kishin këto votime në fakt që ata ta bënin nga andej, dhe erdha me një produkt shumë të mirë në Elbasan, dhe kjo mendoj që ka qenë dhe ka finalizuar pastaj edhe kandidaturën time. Çfarë mendon se të ka bërë të veçantë në sytë e liderit të forcës tënde politike, sepse kam parë një mbështetje në turet elektorale të kryeministrit Edi Rama për ty personalisht. Madje kur keni qenë në një podcast disa të rinj që aspirojnë të futen në politik, ai ka thënë edhe ju prezantoj me kryeministren e ardhshme mbas sa vitesh ishte parashikimi? 2040 tha. Të duhet të presësh edhe një 15 vjeçar të mirë. Mua më vjen shumë mirë që ju e sollët, edhe po dua të them se ajo pa diskutim ka qenë edhe pjesë e një batute të cilën unë vetë nisa, sepse në qasjen time të parë dhe në komunikimin tim të parë me kryeministrin ja tregova këtë episodin që kisha dashur të bësha kryeministre, dhe ju e dini që ai me atë karizmën e vet tani e mban mend atë batute dhe sa herë që më takon e vazhdon edhe më tej lojën. Megjithatë, Alketa dua të them se nuk është një mbështetje ndaj Sarës përtej batutës që presim të jetë kryeministre, është një mbështetje për të rinj, është një mbështetje për ata kandidatë që nëpërmjet deputetit që duam arritën që të kishin një vend në lista. Dhe unë këtë e them jo për të bërë asnjë kompliment më shumë se ç'duhet, sepse nuk jam as natyra e tillë, mezi e nxjerr një fjalë të mirë nëse nuk e meriton, por me të vërtet për sa i përket të rinjve dhe për sa i përket kësaj dëshirës tonë për të përfshirë, kryeministri Edi Rama ka qenë një nga mbështetësit më të fortë, sidomos dhe të vajzave. Duhet ta keni vënë re gjatë kësaj fushate që vajzat dhe gratë janë kryefjala e fushatës Partisë Socialiste. A nuk mendon se Elbasani mund të përfaqësohet më mirë në parlament nga një qytetar i Elbasanit, më shumë se nga një elbasanlie e lindur aty por e birësuar në Tiranë? E kam pritur këtë pyetje dhe në fakt edhe ma bëjnë shpesh gjatë kohës që unë jam tani në terren kudo, që çfarë të solli mbrapsh, pse? Por nuk e di, a ngjan mirë kur je kaq idealiste? Unë jam idealiste vërtet. Të lutem mos i dorë kur nga idealet. E besoj vërtet që i dua rënjët e mia, nëse ishte e thënë që ndonjëherë do përfshihesha në politik, do doja të përfshihesha fillimisht vetëm për Elbasanin. Unë Tiranën e kam jetuar si vajzë e re, e kam jetuar në të gjitha të mirat e saj, patjetër kam eksperiencën time të punës këtu, kam shkollimin këtu, nuk e kam ndjer kurrë në lëkurë ashtu siç kam ndjer Elbasanin. Jam ndjer e huaj dhe kam kërkuar ndërsy gjithmonë njerëz që janë nga Elbasani, dhe për batut ja u kam thënë edhe miqve të tjerë në fushat, dhe po ta them sot dhe ty, të vetmin elbasanli që njoha në Tiranë e mora për burr, sepse ashtu ndodhi, isha shumë e etur që kudo të gjeja njerëz që më lidhnin rrënjët. Jam shumë kurioze të di në këtë relief të vështirë dhe gati të panjohur për ty në turin elektoral të qarkut të Elbasanit, i cili
përfshin 7 bashki të ndryshme. Të më thuash në një takim që të ka prekur zemrën me ndonjë shqiptar fisnik, ka shumë shqiptar fisnik. Dhe ti ke që në nivelin e popullit me takime dhe trokitje dyert shtëpish nga më të ndryshmet. I ke parë të gjitha ngjyrat e këtyre 7 zonave dhe mund të na sillësh edhe pak ngjyrat e natyrës në ndonjë zonë ku ne s'kemi mundur të shkojmë, ti s'kishe shkuar ndonjëherë. I kam parë të gjitha, Alketa, dhe fushata ime ka qenë gjysmë politike dhe gjysmë e kam bërë si turiste. Dua ta them këtë që kam eksploruar të gjitha ato vende që me siguri unë, por edhe shumë qytetarë tjerë që jetojnë në Elbasan nuk kanë arritur t'i prekin, sepse ka pasur një mungesë, po themi, të reklamimit të atyre zonave dhe që me siguri ne do shkojmë me një ofertë shumë të mirë për të pasur një investim shumë serioz. Bëj një pin location që ta dim cila është zona e preferuar në këtë tur. Dumreja, Belsh, Cërrik, përveç se kam parë perëndimet më të bukura në botë, kisha dëgjuar që perëndimet e Santorinit nuk zëvendësohen me asnjë tjetër, personalisht kam qenë as atje, po e kisha dëgjuar që ishte kështu, nuk dua të shkoj fare se kam të sigurt që perëndimet në një pikë të Cërrikut ku unë isha, aty ku është edhe në fakt hidrocentrali i Banjës, pamje fenomenale, ngjyra të natyrës, unë mendoj se ka aq shumë potencial qarku i Elbasanit të pa eksploruar, pak edhe sepse është kaq pranë Tiranës dhe Tirana merr gjithë këtë vëmendjen, qoftë në investime, qoftë në turizëm, apo tek ata investitorë huaj që e shohin kryeqytetin pa diskutim si më të rëndësishëm. Po si e shpjegon pra që ne nuk e kemi një stacion Elbasanin, siç kemi disa qytete të tjera në Shqipëri dhe sipas vizionit tënd, mënyra se si e vizualizon ti të ardhmen si një vajzë vizionare 29 vjeçare, çfarë do t'i jepje ti Elbasanit nëpërmjet zërit tënd dhe përfaqësimit tënd dinjitoz në kuvendin e Shqipërisë? Ma pikturo me ngjyrat e tua Elbasanin. Çfarë do të sillje ti risi në këtë qytet? Çfarë do të bëje për të përsosur infrastrukturën, për t'i dhënë jetë atyre zonave që janë të bukura për perëndis, ku dora e njeriut nuk e ka dhënë kontributin e vet, as mendja e njeriut. Ndonjëherë them më mirë që nuk e kanë vënë ende, sepse ato zona janë aq të virgjëra dhe aq gati për të ndërtuar mirë, sesa të ishin ndërtuar keq e të mundet të ishte shumë e vështirë tashmë të përmirësoje, siç ka ndodhur në fakt në qytete tjera. Kështu që shumë mirë që e kemi habitatin të pastër edhe gati për të investuar mirë. Oferta që do t'i japi ky mandat Elbasanit, unë nuk dua ta përfshi shumë politikën, por në vetvete është politika ai mekanizmi që në fakt e bën të ecë qarkun, sidomos në qark se Elbasani. Dua ta mendoj, sepse kjo është dhe e vërteta, që ky është 4 vjeçari i Elbasanit. Pati një boom turistik në Gjirokastër, në Berat, pa diskutim që kalat përkatën në të dyja qytetet sollën një lloj atraksioni të jashtëzakonshëm turistik. Kala e Elbasanit ka nisur rivitalizimin, unë jam e sigurt që do të jetë hiti i radhës, qoftë për turistët, qoftë për vendasit. Ajo që ne duhet bëjmë dhe ku ne duhet të ndërhyjmë patjetër është tek të rinjt, se dhe fokusi im është pikërisht aty. Duke i dhënë të rinjve një lloj garancie se ky qark do të funksionojë shumë më mirë se ç'është dhe duke qenë se ata nuk duhet largohen drejt Tiranës apo vendeve tjera por ta ndërtojnë jetesën aty sepse janë të vetmit që mund ta lidhin Elbasanin që do bëhet me turistët. Është pikërisht brezi i ri, ai brezi që di gjuhën e huaj, që njeh mirë teknologjinë, që është lidhësja e vetme midis ofertës shumë të mirë turistike që do t'japi qarku dhe pastaj gjithë investimeve dhe atyre që do të vinë. Kalaja duhet të jetë zona e Old Townit të çdo qyteti, se është fantastike. Dhe është e tillë, por thjesht ka një nevojë për të rivitalizuar, për të ardhur në jetë, për të pasur një frym dhe një ritëm tjetër, sepse është një kala aq e bukur, sa ka xhami e kisha brenda, që janë në fakt mrekulli mbi tokë dhe janë shumë pa eksploruara, sepse ende nuk është vënë një dorë e mirë për të qenë atraksion turistik dhe ekonomik, sepse normalisht ato vinë të dyja bashkë. Artizanati gjithashtu i duhet dhënë pak mundësi hapësire mirë që e Elbasanit janë më se të njohur në qark. Mirë po, ata duket se nuk përshafojnë dot për te i qarkut vet, kështu që duke i bërë ne një reklam shumë të mirë atyre, unë kam njohur dhe kam takuar disa nga orëndreshësit më fantastik gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, disa zanatin që janë ata që riparojnë këpucë dhe çanta, po me një lloj klasi dhe një lloj finese që unë nuk e kisha ditur ndonjëherë që mund t'i gjeja në Elbasan. E kam njohur një zotri në Belsh që nuk kam parë çanta artizanale të përpunuara, të ripërpunuara më bukur se sa atje.
Pra, gjëra që nuk të shkon mendja direkt kur ti mendon për Elbasanin. Mirë po ato janë aty, presin vetëm që dikush ti të shplurosi. Shiko, nuk mendon ti që për shumë gjëra në shqiptarët kemi arra, po s'kemi dhëmb që ti ham arrat. Është e vërtet. Dhe mendoj që një nga arsyet kryesore sepse jam kaq fanse e Bashkimit Evropian, është sepse në momentin që Shqipëria është atje, ne të kemi një mbikëqyrje standardi. Nëse ne kemi një mbikëqyrje të saktë të standardeve, unë e di që gjërat tu do të funksionojnë shumë mirë. Vetëm ajo na mungon. Neve na mungon dikush që të rritë koka edhe të thotë je duke e bërë mirë, vazhdo kështu dhe mos dëgjo anash. Nuk ke frikë që do ndodhte një eksod tjetër shqiptarësh drejt një jete dhe një bote që është gati, nuk ka nevojë të bëhet. Domethënë këto ordrejtësi që ti thua, po ta dëgjoj Zvicra që ne e kemi në Belç, e merr dhe i bën ofertë pune dhe kontratë me kush e di sa $1000 rroga mujore, kështu që nuk e kam frikë Alketa për vetëm arsye se unë besoj te kjo gjenerata e re, ku e përfshi dhe veten time, po dhe kolegët e rinj, të çfarë do lloj partie qofshin ata, unë e besoj gjeneratën tonë dhe besoj që ne do jemi lobues shumë të fortë që kur të shkojmë në Bashkimin Evropian të marrim nga ta fondet, projektet më të mira e për ta çuar Shqipërinë në një tjetër standard. Shqiptarët janë të jashtëzakonshëm në çdo cep të botës. Disa prej tyre edhe ti ke njohur dhe unë kam njohur nëpërmjet podcastit tënd. Dhe mendoj se nëse ne e kemi të gjithë mundësinë reale për ta pasur Shqipërinë si Europa, si kjo shpreha e famshme që ka lindur përpara se të lindja unë dhe ende nuk e kemi arritur edhe sot, e duam Shqipërinë si Europa. Duam Shqipërinë si Europa, më kujtoi edhe mua. Po, ndaj është shumë mirë që ky brezi jon tani ta bëj vërtet Shqipërinë si Europa. Cili ka qenë shoku yt më i madh kulturor në këtë fushatë elektorale? Është e çuditshme. Nga gjithë takimet që ke patur me popullin, me njerëzit e thjeshtë, nuk është një shok i keq, nuk është një shok negativ, por është shumë domethënës. Unë ti e the mirë, unë kam jetuar dhe kam ngritur jetën time në Tiranë. Dhe Tirana ka një lloj ritmi ku njerëzit guxojnë, e bërtasin ato që duan, e kërkojnë vëmendjen, e kërkojnë ta kapin ato gjën që duan ta arrijnë. Ndërkohë që në Elbasan, ajo që më ka mahnitur është një lloj heshtje që flet shumë. Është një lloj maturimi social, të cilin nuk e kam ndier as në kryeqytet. Dhe madje ja u kam thënë dhe disa për njerëzve që kam takuar. Dëshiroj shumë që të bëhem zëri i atyre që nuk e kërkojnë të kenë një zë dhe një vëmendje. Ata nuk e kërkojnë, ata i jetojnë jetën, kanë problematikat e tyre të mëdha ose të vogla dhe nuk e quajnë sikur dikush ja u ka për borxh që t'ju rregulloj. Nuk mërziten dhe nuk e flasin mërzin, po e durojnë në palc, e durojnë edhe një problematik, edhe një hall familjar, nuk e bërtasin, po e trajtojnë me një lloj maturie që mua më ka impresionuar shumë. Kam trokitur në ca dyer ku familjet nuk kanë qenë në gjendjen më të mirë ekonomike, kanë pasur dhe të sëmur rënë në familje dhe nuk e kanë larguar buzëqeshjen dhe nuk ankoheshin dhe nuk më thonin mua që sa keq na ra ky fat, po bashkjetonin me të. Ky maturim social unë nuk e kisha ndier as në Tiranë. Shiko, në Shqipëri ekziston mentaliteti që shqiptarët rendin mbas të fortëve. Dhe kur bëhet fjala për të dhënë votën, ata impresionohen nga njerëz që tregojnë pushtet dhe fuqi dhe votojnë më të fortët. Je dakord me këtë dhe si do ta thyje ti këtë mit? Nuk di se cili do të ishte përkufizimi më i mirë i të fortit. Është e vërtet që naturalisht ne si shqiptar e impresionohemi nga njerëzit që kanë akses. Ne e pëlqejmë vëmendjen, e pëlqejmë aksesin. Një nga gjërat më interesante të shqiptarëve që mua më pëlqen shumë dhe këtë fushatë kam ndier edhe më tepër, është dëshira për të pasur akses edhe tek gjërat e vogla që mund të jenë shumë kot. Ti shkon në një bar që e frekuenton çdo ditë dhe shkon atje sepse atje ke akses që të ulesh në tavolinën që do. Dhe ti këtë e quan një reati të jashtëzakonshme. Kjo nuk është një gjë që ndodh në botë. E quan status. Ndërkohë e quan status që një kamarier e ruan atë tavolinën vetëm për ty dhe jo një tavolinë që është vetëm 2 metra larg. Pra, është naturalisht pjesë e kulturës tonë. Mendoj që mund të sfidohet bindshëm dhe është sfiduar bindshëm duke pasur një përfaqësim të ri politik dhe kur them të ri, nuk e kam vetëm tek mosha, por më shumë tek formati dhe tek ajo që ne përfaqësojmë. Nuk ka qenë thjesht as për mua Alket. Gjithë ky turi që kam pasur, shpesh duke qenë vajzë dhe duke qenë në sytë e tyre ndoshta e papushteçme edhe prej gjinis, nuk ka qenë e lehtë. Mirë po, shumë herë më është dashur ta trash pak zërin, shumë herë kam parë veten time keq sepse më është dashur të jap një fjalë burri duke qenë grua. Pra,
mentalitetin mund ta sfumojmë vetëm duke emancipuar me përfaqësim. Më shumë përfaqësim të vajzave, më shumë përfaqësim të grave dhe më shumë përfaqësim të profesionistëve të vërtet për të krijuar një tjetër standard. Ti për çfarë ke studiuar, Sara? Shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Kështu që je në domenin tënd, ë? Më në fund se kam pasur paragjykime të jashtëzakonshme. Kur unë vazhdova këtë deg, Alketa, unë kam qenë studente shumë e mirë dhe familja pretendonte me patjetër një deg që të kishte këtë namin e mirë. Pretendonin mjekësinë apo ndonjë fushë tjetër. Maksimalja për ta do të ishte shkencat juridike, po tek shkencat politike nuk do të ishin kurrë dakord. Rezultati yt mesatarja ka qenë? Unë kam qenë studente ekselente gjithmonë, kam qenë gjithmonë vajzë 10-tash, kështu që ajo ka qenë dhe mesatarja ime. Unë e mora përsipër me guxim, ka qenë rebelimi im i parë ky. Shkova dhe ndoqja shkollën që ma donte zemra të ndiqja. Dhe çfarë ndodhi? Në momentin që unë përfundoi shkollën, nuk kisha ku të shkoja, sepse realisht me këtë profil shkollimi ishte shumë e vështirë që të gjej një vend pune edhe pa eksperiencë. Dhe aty fillova të mërzitem dhe fillova të mendoj se njerëzit kishin drejt kur më orientonin drejt profesioneve dhe zanateve dhe më duk sikur fakti që unë renda drejt ëndrrës time ishte e gabuar. Nisa fillimisht pak me median, se media të lejon të eksplorosh edhe pa qenë në profilin e gazetarisë, dhe më pas shkova në administratën publike, por ende nuk e kisha gjetur veten. U desh kjo platforma që ta gjeja veten. Shiko, më pëlqen shumë fakti që një vajzë në moshën tënde ka thyer çdo lloj bariere që ka lidhje me paragjykimet gjinore apo me moshën e re, edhe shkon me këtë lloj force dhe me këtë lloj vetbesimi në një terren të minuar. Terreni ku ti po shkelësh një terren as pak i thjeshtë, ku ndërshtarët e tu politik që në këto hapa të parë s'të kanë kursyer. Edhe të kanë parë që ke qenë në titujt e portaleve edhe shumë herë në kronikat e lajmeve. Akuzuar e paragjykuar. Këtu nuk je në këtë podcast për të bërë mbrojtjen tënde, sepse ne këtu flasim vetëm për ide, vizione, principe, platforma, ëndra që e bëjnë vërtet Shqipërinë tjetë europiane, po unë do doja të pyesja, si e ke përballuar ti këtë atakimin e parë të furishëm edhe që s'ka kursyer as pak në këto ditë zgjedhore? Nuk jam e mërzitur, Alketa. E di që njerëzit kanë pritur që ndoshta unë të stepem nga gjithë kjo, ose ndoshta kanë pritur që unë të qaj. Nuk e kam derdhur asnjë kokër loti, të jem e sinqert, sepse nuk më ka prekur. Unë e kam dashur që herët këtë gjë, dhe duke qenë se e kam dashur që herët, e kam ditur shumë mirë se sa e vështirë, apo siç ti e the shumë bukur, e minuar është kjo rrugë. Duke e pasur gjithmonë në veten time atë idealin që unë e di kush është qëllimi im dhe unë e di kush është vendi im. Dhe unë do të shkoj atje dhe nuk do ta humbas fokusin. Dhe po ta vini re, unë gjatë gjithë kësaj periudhe, ndonse kam pasur këto shkopint në rrota, unë nuk e kam humbur fokusin në asnjë moment, sepse unë e di ku do arri dhe rruga ime është vetëm drejt. Të gjitha këto gjëra që ndodhin, do shkoj me atë fjalin tipike, ndonse unë se kam shumë qejf fjali tipike që nuk ka reklam të keqe, dhe unë për aq kohë sa jam shumë e qetë dhe jam shumë e ndërgjegjshme për të vërtetën time, atëherë do vazhdoj dhe do ecë vetëm përpara. Shiko, opozita nuk e kursen Elbasanin, edhe ka shumë akuza, shumë polemika për krimin organizuar dhe mafjen në këtë qytet. Dhe ne harrojmë që Elbasani nuk është as i PD-s dhe as i PS-s. Në fund të ditës Elbasani është i elbasallinëve dhe i shqiptarëve. Unë nuk e di për të thyer mitin e kësaj, ose në momentin që do ballafaqohesh me krimin organizuar në këtë vend, për çfarë do të ngrihesh zërin ti si qytetare shqiptare dhe jo vetëm si parlamentare socialiste? E di çfarë më ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, Alketa, më është kujtuar një episod cilin thuajse e kisha harruar. Kam qenë ndoshta 13-14 vjeç në Angli, në një shkollë verore ku unë praktikoja anglishten. Qëndroja një muaj larg familjes sepse doja që anglishtja ime të ishte perfekte. Dhe gjatë kohës që unë qëndroja atje, patjetër njihja shumë student apo bashkëmoshatar si unë, po që jetonin në gjithë globin. Dhe menjëherë sapo më pyesnin se kush ishte shteti im, ku kisha lindur unë, dhe unë i thoja Shqipëria, menjëherë kishte një stepje nga ana e tyre në lidhje me gjithçka ata dinin për Shqipërinë, ishte pikërisht mafia. Dhe pyetja që më vinte menjëherë pastaj ishte, nuk e frikë, si jetoni me frikë? Dhe mua më dukej një nga pyetjet më të çuditshme, sa unë jetoja jetën time në normalitetin tim, në Tiranën tonë, shumë
shumë të larmishme me problematika boll, por asnjëherë një problem serioz mafia. Dhe ndihesha shumë keq kur ma bënin këtë pyetje aso kohë, se ndoshta nuk isha edhe forcën për t'i vërtetuar të kundërtën, për aq kohë sa ishte diçka e tiposur nga filmat, nga media ndërkombëtare dhe Shqipëria shihej si një vend ku kishte luftë civile. E kam përjetuar këtë gjë edhe një herë nga e para sot që kandidoj në Elbasan, këtë herë jo për imazhin e Shqipërisë, po për imazhin e Elbasanit. Unë dhe gjithë qytetarët e tjerë të Elbasanit jetojmë në një Elbasan që nuk ka lidhje fare me çfarë thuhet dhe me çfarë hiperbolizohet në media. Patjetër që faktorë caktuar, të cilët janë të lidhur me krimin, mafia, organizime të tilla, unë i përkas një brezi dhe një kaste politike ku nuk kam kurfar lidhje me këto gjëra, por gjithashtu i përkas Partisë Socialiste edhe për reformën drejtësi, i përkas Partisë Socialiste edhe për faktin që pandëshkueshmëria nuk është më norma, dhe i përkas kësaj partie sepse besoj realisht që kush bën gabime dhe kush bën faje dhe kush arrin që të bëj ato që nuk duhen bërë, do shkojë dhe do gjykohet për këtë. Për hir të së vërtetës, shumë herë krimi organizuar dhe parajapisët bëhen kontribues të jetës politike në vend, të jetës së një qyteti. Kjo para gjithashtu sponsorizon fushatën elektorale dhe shumë deputet kandidat, kështu që nuk është një nocion i ri ky për politikën në Shqipëri. Dua të di se si ke hyrë ti në këtë fushat, edhe pse të kanë faktorizuar dhe kanë thënë që ti je e sponsorizuar dhe ke lidhje të forta me krimin e organizuar në këtë qytet, dhe cila është mburoja që ti i bën vetes dhe me çfarë vlerash dhe me çfarë korace je futur ti në politikë. Politika është dhe luftë. Patjetër. Thashë themet e një kryetari partie të cilën është moshën e gjyshit tim ndjer, e për cilin unë kam vendosur jo sot, po edhe nesër nëse jam parlament, të mos flas më shumë se sa vetëm faktin që nëse ndonjëherë të dy do jemi në një autobus, unë do të çohem dhe t'ia liroj vendin Sali Berishës për respekt për moshën dhe për çfarë ai ka dhënë në jetën politike të vendit. Nuk kam asnjë koment tjetër për Baltën, që ai bën karshimeje se ai në Balt nuk ka kursyer dhe të tjerë. Mirë po, dua që t'jem shumë e qartë me të gjithë se në fakt në këtë garë unë kam hyrë si Sara, unë këtë garë kam hyrë si një vajzë që nuk ka pasur kurfar lidhje, qoftë me pushtetin, qoftë me partitë politike, qoftë dhe me zyrat e shtetit. Unë Alketa jam e para, jo e familjes, po e fisit, e familjes time të gjerë, që kam një post në administratë publike. Jam e para që kam tentuar të hynë politik, dhe jam e para që kam marrë përsipër riskun e të qenit një imazh publik. Familjarët e mi, qoftë nga familja ime, po qoftë edhe nga familja bashkëshortit, vinë nga një fush komplet tjetër, ata merren me sipërmarrje private, ata nuk kanë lidhje me asnjë parti politike dhe as me politikën vetvete, e ata nuk kanë qenë as shumë dakord për këtë aspiratën time për të hyrë politikës pikërisht për këtë, sepse kanë qëndruar larg për mos qenë projektorët dhe monitorët mbi ta për gjëra që në fakt politika të njollos edhe më pasi ti njollos bën edhe sikur s'ti ka njollosur. Kështu që këtë jetën e dy fisht ata nuk kanë dashur ta jetojnë, ata kanë dashur të jetojnë gjithmonë me të vërtetën e tyre, me shpatullat dhe me mundin e tyre, nuk e kanë pasur gjithmonë jetën fush me lula. Mirë po, unë kam guxuar, se ti e the që jam një vajzë që kam guxuar, unë do ta thyej stereotipin duke shkuar drejt politikës pa kapital politik mbi supe, do ta përballoj politikën edhe sulmet politike, sepse jam e vërtet me veten time. A duhet sponsor në fushat elektorale, apo mund të dalësh vetëm me vlera dhe me ideale? Si mendon? Patjetër që duhet. Jetojmë kapitalizëm, nuk kemi asgjë për të fshehur dhe nuk ka karta që nuk duhen hapur. Shpesh herë më i dukshmi është sepse dhe ka mundësi të duket. Mirë po, dua të them që nuk vlen vetëm aq. Dhe nëse do të vlente vetëm aq, kam përshtypjen që në parlament, qoftë në Shqipëri apo më gjerë, do të ishin vetëm përfaqësues fëmijë apo përfaqësues bizneseve më të fuqishme. Ja që nuk ndodh kështu, sepse nuk mjafton. Është një garanci
me patjetër, unë e shpreh dhe nuk kam turp ta shpreh që në jetë nuk kam pasur sfidë të nisem nga zeroja, po kam pasur sfidë të vazhdoj të ngrihem për veten time. I jam falënderuese prindërve të mi që nuk ma kanë bërë jetën që unë ta nis nga zeroja. Sa të ndihmon fakti që bashorti dhe baba janë sipërmarrës? Më kanë ndihmuar mjaftueshëm sa për të mos u përpjekur shumë që ato gjërat e bukura që unë dua të bëj, të harxhoja shumë kohë duke shkuar dhe duke rendur kudo që duhet të rendja. Mirë, po asgjë për te i kësaj. Idetë janë të mia, fushata është tërësisht e imja, mënyra se si organizohet, për batut po ta them që unë edhe postimet i hedh vet, nuk pranoj që të kem një social media manager që ne e quajmë në këtë konto të fushatës. Jam perfeksioniste në detaje dhe më duket sikur fakti që do ta postoj dikush tjetër nuk do të dalë jashtë mirë sa për ta postuar vet. Si do ta shkronjosim neve në mentalitetin e shqiptarëve që njerëz sidomos kanë në familjen e rrethin e tyre sipërmarrës që merren me tregti, nuk kanë përfaqësues të fisit apo të familjes për përfitime personale, po dhe vetë individët nuk hyjnë në politikë për përfitime personale. Çfarë do t'i thojë ti elektoratit tënd që e kundërta mund të ndodhi dhe që mund të besosh vërtet sot që njerëzit që i futen politikës dhe pretendojnë këtë vend që është i shenjtë në parlamentin e Shqipërisë nuk janë aty me një agjendë personale, po janë në funksion të mirës publike, të besimit atyre që i ka votuar? Pse do të hyja politikës nëse gjithçka do ta kisha në Terezi? Është një pyetje shumë shkurtë e shqip. Pse? Sepse këtë përgjigje dua që të ma japin gjithë ata që mendojnë të kundërtën. Nëse unë kisha një comfort zone ku vazhdoja karrierën time, të cilën Alketa dua ta theksoj, e kam ngritur vetë që në moshën 19 vjeçare, unë nuk kam pranuar para nga babai im për gjërat e mia personale. Kam shkuar, kam rendur drejt punës vet, sa atë imazh kam pranë familje që ai është lodhur që i vogël e nuk mund të bëja ndryshe. E kurse si nuk mund të kisha në krah një partner i cili nuk do lodhej, nuk do djersitej, njësoj si unë që në moshë të vogël për të pasur kapitalin e vet. Mirë, po duke që në këtë jetën time të qetë dhe të sigurt, sepse kur ke shpatullat e tua je shumë i sigurt. Unë e di që isha një studente shumë e mirë, unë e di që në punë do ecja sepse ja kisha bër shqiptarët e thon bukur yzmetin të gjithë kësaj ecorie. Atëherë pse unë do tentoja që të futesha në politik dhe ndoshta dhe ta prishja këtë qetësi. Kjo do ndodhi vetëm sepse unë do t'i shkoj në fund ëndrrës time të fëmijërisë. Dua me patjetër që t'ja dal për të dhënë një mesazh shumë të fortë për gjithë ata njerëz që ndoshta kanë filluar të frymëzohen edhe kanë filluar të mendojnë se bëhet edhe kështu. Kam shumë vajza të reja, sidomos në qarkun e Elbasanit, që më përqafojnë dhe kur më përqafojnë i mbushen sot me lot. Dhe kjo më prek pak dhe mua sot, sepse ka qenë gjithçka kam dashur të arrij në jetë, të jem një model shumë i mirë dhe të bëhem një shembull i mirë që dhe të tjerët ja dalin pas meje. Rruga nuk është gjithmonë e shtruar shumë drejt, ama unë do ta bëj timen me patjetër. Ti imagjinojmë tani një skenar fitoreje, ti ke një vend në kuvendin e Shqipërisë edhe do jesh në presionin e debatit publik me të ngjashëm, me përfaqësues të gjeneratës tënde, me të rinj, 30 deri 45, siç do të kesh dhe nga ata që janë 45 deri 70, edhe kemi gjithmonë the clash of the titans këtu. Titanet e rinj dhe të vjetër, kemi gjithmonë përplasjen e brezave. E vërtet. Imagjinoje veten një herë me dy Me të rinj do doja të kisha sfidën, do doja të më jepnin sfidën, sepse mendoj që do kishim një sensibilizim si grup, qoftë nga Partia Socialiste apo dhe partitë opozitare, një sensibilizim për moshën dhe për gjeneratën, që nuk do të na çonte asnjëherë, mendoj dhe dëshiroj unë, tek ai debati me ofendime personale dhe për të kaluar disa kufi që ne i dim mirë që nuk kalohen. Politika vjetër dhe kasta vjetër i ka kaluar gjitha kufit e vet. Unë i kam shpjegimet dhe në kokën time, duke qenë se i kam shpjegimet, sot ndoshta dhe i mirë kuptoj arsyet se pse i kanë çuar drejt këtij diskursi kaq të egër, por nuk na falet më ne kjo. Dhe duke qenë se nuk na falet më ne, unë do kisha dashur shumë që të rinjt në politikë dhe të rinjt në parlament të bënin një kast shembull lobues të fortë në Bashkimin Evropian, ashtu siç janë ata shqiptarët e suksesshëm të rinj kudo në botë, atë performancë të kishim ne duke ulur aty si eurodeputet. Shiko, kam një kuriozitet, ti si vajzë e re 29 vjeçare, cilat ke kriteret më të rëndësishme për të kualifikuar nëse do ishe në një komitet që do të përzgjidhte të denj të rinj në politikën e Shqipërisë? Do me thënë, kur ti shikon një vajzë që nuk di të lexojë atë që ka shkruar, si ndihesh? Ndihesh e përfaqësuar? Jo. Çfarë kriteresh do të kishe ti për të përzgjedhur
një të ri në politikën e Shqipërisë sot? Mendoj që është një mix, dhe ky mix duhet përfundoj edhe në parlament. Ka njerëz që janë shumë të fjalës, ka njerëz që janë shumë të lidhur me komunitetet, fort atje sepse punojnë tek rrënjët, punojnë aty tek toka, punojnë me nderet e vogla, punojnë me telefonin që nuk u mbyllin asnjëherë asnjë qytetar. Janë dhe kategoria tjetër që janë senatorët, janë ata që kanë eksperiencën, janë në fakt dhe ata që kanë mbi peshë dhe historikun. Të treja këto duhet kombinohen në një parlament dhe unë mendoj që do të kombinohen. Ndërsa për sa i përket të rinjve, aftësia kryesore që unë dua që të shoh është pasioni. Të rinjt e pasionit, të rinjt e vlerave, të rinjt e grintës, të rinj që ti mund t'i dallosh që larg për bagazhin që kanë, për vlerat që kanë, për atë çfarë kanë bërë në jetë, për mënyrën se si artikulojnë, për mënyrën se si e përdorin fjalën e për gjithë bagazhin që ata kanë. Do me thënë, të rinj të cilët janë modele. Unë këtë do doja në fakt që të kishte në parlament. Kë vlerëson nga kasta e politikanëve të vjetër dhe nga të rinjt sot? Nuk e shiko, ka një problem kryesor se do t'ju ngeli hatri të quajmë kastë vjetër se nuk janë ndoshta aq të vjetër në moshë. Jo, nuk e kam fjalën për moshën anagrafike, kam fjalën për përvojën, për maturinë dhe pjekurinë që kanë si bagazh histori dhe eksperjencash në atë parlament, në jetën politike shqiptare. Do të surprizoj dëgjuesit sepse kam një zonjë që vjen nga kampi i djathtë, e parë dhe dyta njërën që e ka lënë tashmë atë politikën partijake, do veçoja Majlinda Bregun. Ka qenë gjithmonë në frymëzim për mua, si vajzë, si grua, dhe e kam parë me shumë kureshtë dhe kuriozitet të gjithë përfaqësimin aq dinjitos që ajo i bën Shqipërisë, jo vetëm si shqiptare, po tashmë si një figurë ku përfaqëson gjithë Ballkanin Perëndimor në arenën ndërkombëtare. Dhe pa diskutim është një nga gratë më frymëzuese. Ndërsa nga të rinjt, unë jam shumë e kënaqur me të rinjt që ne kemi, po duke qenë se e mbajta vetëm nga kampi i djathtë dhe për të qenë atipike edhe këtu, edhe Andin, edhe Tedin, unë dua t'i përshëndes nga podcasti. Ata janë djemë të rinj me cilën ne nuk ndajmë të njëjtin ideal, por jam i sigurt që ndajmë vlerat njësoj dhe do të ishte kënaqësi që të kishim një përballje në parlament. Si është lufta brenda llojit, brenda Partisë Socialiste në listat e kandidatëve të Elbasanit? Dinjitoze. Do thoja dinjitoze. Ka garë. Dhe ka shumë garë, kjo është e vërtet, por ka garë sepse janë kandidatët shumë të mirë. Nuk dua që të përjashtoj askënd këtu, megjithatë, megjithëse sa unë visi përfaqësues të listës së Elbasanit, dua ta shpreh këtë alketa që 80% e listës përbëhet nga figura të reja, jo thjesht të reja në moshë, po të reja të pa eksperimentuara më parë në arenën politike, dhe mendoj që për gjithë secilin nga ta ka një target group shumë të mirë mbështetësish dhe do të ofronin diçka shumë më të mirë se ç'është ofruar më parë. Kështu që kjo gara dinjitoze, siç e quajta unë, bën veç se mirë, sepse të ngre dhe të bën të përmirësohesh. Nëse fiton, cila është telefonata e parë që do të bësh? Më ka pak të pa përgatitur, por më shumë mundsi të bëj një telefonat, do shoh vajzën më në fund pas fushate. Nuk do jetë telefonat lajmi. Si është vajza, mirë? E kanë dhënë mungesën tënde se ke qenë shumë angazhuar këtë kohë, ke bërë mungesa shumë, besoj. Mendoj që e ndjej unë më shumë se sa e ndjen ajo, sa asaj plotësohet çdo lloj llastimi i mundshëm për mos e ndjer kaq shumë mungesën e mamit, po unë e ndjej arzakonisht shumë, jo vetëm mungesën drejt për drejt, po nëse është diçka që më ka peshuar gjatë kësaj fushate, por që në fillim kur e mora iniciativën për të futur në politik, është i gjithë presioni i shoqërisë për këtë hap, të cilin për shumicën për tyre nuk duhet ta kisha bërë, sidomos në këtë moment kur vajza është vetëm 2 vjeç. Çfarë të ka mësuar të qenit nën, ardhja saj në jetë? Si ka qenë ballafaqimi yt i parë me një krijesë të vogël që e kishe lindur ti? Asgjë siç nuk e kisha, asgjë siç e kisha menduar. Ja kam thënë edhe mikeshave të mia, të cilat janë bërë nëna tashmë kohët e fundit. Kur ti mendon për një bebe në jetë, gjatë periudhës së shtatzanisë, nuk e mendon dot kurrë aq bebe. Mendoj që në portretin që ti ke në mendjen tënde është diku rreth 6-7 muajsh. Pra ka atë formë, ka atë madhësi dhe ka atë lloj kontakti me sy me ty. Ndërkohë që kur lind,
ti ballafaqohesh me një figurë cilën nuk e ke imagjinuar kurrë, me një krijesë të pafajshme, por për cilën ti tashmë ke gjithë përgjegjësinë e botës, dhe dua ta them këtë, ndoshta për dhënë dhe një mesazh për vajzat e tjera që nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Ballafaqimi i parë me vajzën, unë nuk arrita në momentet e para të ndjeja atë dashurinë sublime për cilët njerëzit flisnin dhe bëja faj veten dhe thoja çfarë po ndodh tani, unë nuk e dua vajzën siç thonë që duhet, por isha aq e mpir nga ndryshimi total i jetës time saqë nuk arrija dot as t'i artikuloja fjalët, mendimet dhe emocionet. Gradualisht gjithçka shkon në vendin e vet, edhe kemi shkuar tek dashuria sublime dhe që nuk krahasohet me asnjë dashuri tjetër në botë, mirë po unë kam vendosur që sidoqoftë këtë dashuri sublime t'ja jap edhe vetes. Dua që t'jem fillimisht një vajzë e realizuar, e lumtur dhe potencialisht një model për vajzën time, dhe më pas t'jem një mami e mirë, e lumtur, sepse janë të dyja shumë të lidhura bashkë. Nga ana tjetër besoj ke suportin psikologjik, emocional, shpirtëror të bashortit tënd, të partnerit tënd. E ke marrë parasysh që hyrja në politik me shtyllën tënde kurrizore ende të njome dhe të brisht, se je e re në politik, do të jetë kosto edhe për të, emocionale, e pa merituar ndonjëherë? Ka filluar të jetë. Kam përshtypjen se kur ishte aq suportues në fillim nuk e kishte menduar mirë. Ka qenë një nga njerëzit e parë që më ka thënë që ta provoj veten tek deputeti që duam, sepse e dinte shumë mirë që nëse unë këtë ëndrrën time do ta kisha lënë në sirtar, personi i parë të cilët do t'i merrej shpirti do të ishte ai, sepse vetëm atij do t'i ankohesha duke i thënë asikur. Dhe në fakt e kam pasur mbështetje që prej fillimit dhe vazhdoj ta kem, por vlen si falenderim dhe mirënjohje kjo, sepse kur ti je në një raport dhe kur kemi dhe vajzën bashk, çdo iniciativë është dyshe, patjetër që Sara mund të jetë fytyra dhe patjetër që Sara mund të jetë ajo që njerëzit takojnë edhe duan, edhe i kanë sy tek ajo, po në fakt në këtë punë jemi të dy, sepse të dy duhet kemi dakordsitë tona, të dy duhet kemi marrëveshjet tona për si do ta ndajmë kohën dhe jetën familjare. Nuk harroj në asnjë moment që ai gjithashtu është një figurë shumë e angazhuar në punën e tij. Mirë po ne do ta gjejmë balancën tek dashuria dhe do ta gjejmë balancën tek të qenurit një herë dy individ të suksesshëm në jetë dhe të lumtur me jetën që ne kemi ngritur në mënyrë të pavarur, dhe pastaj do krijohet një lumturi shumë e madhe kur këto dy lumturi të veçanta të bashkohen bashk. Unë kështu dua ta shoh. Çfarë të bën ty Sara të qash? Më thej që s'kam derdhur një pikë lot në këtë fushat, pas ke qenë fort shumë. Ndoshta jam edhe pak e mpir nga gjithë ndryshimi që ka marrë jeta ime së fundmi. Nuk jam vajzë që qaj shumë. Ndoshta sepse përpiqem që t'i ruaj dhe t'i kontrolloj emocionet. Aq sa emocionale jam në disa vendime, aq e ftohtë dhe e prerë jam në disa të tjera. Edhe lotët arrit t'i klasifikoj disi. Nëse bëhet fjalë për punë, them nuk ka lot. Nëse bëhet fjalë për gjëra aq emocionale sa familja apo njerëzit e dashur, aty pastaj i lë të rrjedhin. Ke një situatë kur s'ke mundur do t'i kontrollosh emocionet në jetë? Kam pasur shumë mendoj, praktikisht gjitha lidhen me njerëzit e mi të afërt. Ndoshta pengu është një gjë që mua më bën të qaj edhe të lotoj. Shpesh herë prirem që të shkoj drejt rrugës që unë kam zgjedhur me përpikmëri dhe me perfeksionizëm, sepse e kam shumë frikë pengun. E kam një peng, gjyshi tim përpara se ndronte jetë, më bëri një telefonat. Unë isha shumë angazhuar në punë edhe në një moment caktuar thjesht ja mbylla telefonin dhe me mendjen time thash tani, edhe ky tani e gjeti, unë kam shumë punë. Edhe të nesërme na i ndroi jetë. Dhe ne nuk e patëm kurrë atë telefonat, me siguri do të ishte një telefonat shumë e thjeshtë, nuk do kishte asgjë kaq impresionuese në të, po për mua arriti të merrte një tjetër dimension sepse nuk arrita ta bëja. Dhe e kam marrë një leksion që atëherë që mos të rend kaq shumë dhe me kaq shumë egoizëm drejt sa gjërave që unë dua t'i bëj perfekte, sepse ka ca emocione që ndonjëherë ja kufizoj vetes pa dashur dhe nuk do doja të kisha më episodet ngjashme. Kështu që po përpiqem edhe në këtë aspekt të shkoj tek Sara perfeksioniste që i bën gjërat me shumë rregull me shumë sistematike, ama ndonjëherë drejta haj ti prishi dhe të gjitha nëse është e nevojshme, sepse jemi njerëz. Të kanë bullizuar në jetë?
Jo. E di që është e çuditshme, por jo. Ndoshta sepse unë vë një mburoj shumë të mirë për sa i përket autoironisë, defektet e mia në përgjithësi i qesh vetë para për të mos e lënë shumë shansen që të tjerët të qeshen pastaj pas meje. Por kjo ka ardhur edhe si një figure që unë kam dashur gjithmonë të ngre, që e vogël, një figurë të një vajze të fortë dhe që nuk i ka shumë problem fjalët, paragjykimet. Jo se ka qenë në tillë gjithmonë. Brenda vetes mund të kem pasur luftrat e mia, po me dukjen ja kam dalë. Sidomos tani në fushat elektorale nuk je hasur fare me bullizimin kibernetik që ndodh? Jam hasur, patjetër që e kam ndjer, sidomos si vajzë dhe sidomos si një eren politik. Patjetër që pretendohet mos shumë të nga vajzat kjo dhe jo aq nga djemt, pretendohet që përveç se një politikane e mirë, ti me patjetër që një lloj sharmi dhe një lloj figure estetikisht korrekte dhe e mirëmbajtur të jep një ne e quajmë shumë bukur në anglisht një boost, pra të jep një lloj avantazhi në imazhin tënd të përgjithshëm. Unë nuk jam vajza e këtyre përmasave perfekte, është edhe e dukshme. Ua Sara, po nuk dua model në Parlamentin e Shqipërisë, është shumë e bukur kështu si që. Jo, në fakt e kam këtë për gjitha vajzat se mendoj që atyre që shkruaj nuk mund t'ju thua shumë se nuk arrin ky mesazh tek ta, nuk duan ta përthithin. Po dua që ky mesazh shkoj tek ato që ndoshta e vuajnë këtë gjë. Për shembull disa kilogram tepërt apo një anomali në fizik mundet që të ketë një histori të fortë dhe shumë dhimbshme nga mbrapa. Nuk është ky rasti im, por mund të ketë dhe njoh shumë që kanë qenë në luftra shumë të forta dhe përveç asaj lufte personale janë dashur më pas që të luftojnë edhe me një paragjykim të jashtëzakonshëm që vjen kryesisht online. Me dikush mund të ketë një çrregullim hormonal, vjen pas një periudhe të vështirë shtatzania ku ka marrë mbi peshë ekstreme. Mund të ketë probleme me diabetin, mund të ketë probleme shëndetësore, mund të ketë probleme të shëndetit mendor, një moment të brish, një moment të deprimuar, depresiv, sa shkaqe mund të ketë aty dhe sa shumë rrugica të vetmuara kanë historitë e njerëzve që ne as nuk i njohim. Edhe është një rrjedh që qarkullon se më frymëzove, i cili thotë që never judge a person, asnjëherë mos e gjykoj një person se ti kurrë nuk e di se cila është historia pas ti. Kështu që respekt, respekt. Është e vërtet, mirë po, me patjetër që ato këshillat, cilat vinë në mënyrë konstruktive dhe kur ti e shikon që ka një armat njerëzish që thon të njëjtën gjë, pavarësisht mënyrës se si ata e thon, e mira është që ta marrësh mesazhin. Unë e kam marrë mesazhin, se çfarë do bëhet do ta shoh vijim se nuk e di. Që do të thotë jam kurioze të di çfarë mesazhi ke marrë. Mesazhin për t'i ulur disa kilogram unë e kam marrë nga rrjeti. Këtu nuk vë baste, për politik mund të premtoj shumë, këtu nuk premtoj dot shumë dhe nuk dua që të them diçka dhe pastaj të më thonë, nuk e mbajte këtë premtimin, po patjetër që kujdesi për veten fakt është një gjë që mua më pëlqen që po reklamohet edhe më shumë së fundmi, kështu që edhe rrjetet sociale ku bëjnë keq bëjnë edhe mirë, sepse praktikisht ka nisur një promovim shumë i mirë i këtij lifestyle-it shëndetshëm, i të kujdesurit për veten, rreth parapërmendjen, pastaj edhe për trupin, kështu që duhet marrim mesazhin e mirë edhe te këto komentet e baltës. Unë mendoj që ti do marrësh edhe më shumë vota pikërisht për këtë që the. Mendoj që je një vajzë me dritë, shumë e bukur, me një entuziazëm të adhurueshëm edhe shpresoj shumë që të realizohet ëndra, Sara, siç e kam uruar çdo kandidati që kam intervistuar këtu pavarësisht logos politike. Të lutem nëse do të jesh në parlament një zë i mirë për Elbasanin, bëj një pikë turistike të shkëlqyer dhe një stacion lumturie ndalese për gjithë ata që bëjnë sidomos aksin Tiranë dhe juglindje Shqipërisë. Shumë faleminderit që ishe këtu. Unë të falenderoj shumë për hapësirën, Alketa. Ti ndoshta nuk e di, po ke qenë një nga frymëzimet e mia më të mëdha si vajzë. Shumë njerëz më kanë thënë ti flet shpejt si Alketa. Në fakt, shumë shpejt. Nuk e di tani se si do shkojnë komentet kur na shohin të dyja që flasim shpejt, por do të jem gjithmonë mirënjohëse për këtë hapësirë, cilën ti e ke të konsoliduar tashmë fal punës tënde shumë mirë dhe ku të rinj si unë dhe gjithë ata që ke pasur këtu kanë marrë pa diskutim kanë marrë një krah shumë të fortë dhe një dorë shumë të fortë, nuk harrohen duart e para që jepen asnjëherë dhe unë jam falënderuese. Nuk e ke idenë se sa mirë i bën zemrës time kjo që sapo the. Do të jetë gjithmonë një derë dhe një dritare hapur për cilin do që ka nevojë të ketë një zë të merituar. Shumë faleminderit atëre dhe mos haro që kur të fitosh, nëse ky do të jetë skenari pozitiv, të më bësh një telefon ose një mesazh të më thuash ja dola. E sigurt që do ta marrësh vesh se unë bëj shumë zhurmë. Deal done.